unë për kritikaj PDK në opozitë. A është e mere që i thamë PDK? Reagimi Rjetit Avonet në Ferizaj për një opozit të heshtur dhe pjesëmarrëse në keqpërdorimet e qeverisjes lokale ka zgjuar kundër reagimet e anëtarët e PDK-s. Këshilltari komunal Ulzim Aliu, njëherët edhe antar i kryesisë së këtij subjekti politik, ka akuzuar Avonetin dhe udhëheqësin e saj Kenan Gashin që këtë vlerësime ka bërë me ndihmën e antarit të PDK-s Albin Eshrefi, sipas tij, këshilltari Kenan Gashit. Ky fakt e ka prekur Eshrefin, i cili thot se është çuditur pse është përmendur emri i tij në reagimin e Ulzim Aliut, duke e mohuar kategorikisht që ai është sponsor i shkrimit të Avonetit. Pas një komunikimi direkt që kemi pas me zotin Ulzim Aliu, ai më shpreh keqardhje lidhur me idenë që është përmend emri im në shkrimin e tij, përkatësisht në reagimin e tij, edhe ai nuk qëndron më prapa asaj ideje. Ka bën një diferencim. Realisht unë nuk jam dje keq, sepse vetë marrit në politik, kur të merresh në politik, ndodhen që me qarkullu ide në kuadër të teorive konspirative që nuk kanë të bëjnë me realitetin. Por lidhur edhe me reagimin e organizatës jo qeveritare Avonet mbi idenë se si e bën opozitën Partia Demokratike në Ferizaj, unë kujtoj që nuk ka një bazë dhe nuk i shkojnë për shtati gjitha ato që ka janë thamë rolit dhe misionit të Partisë Demokratike të Kosovës Dega në Ferizaj. Ndryshe, këshilltari Ulzim Aliu nuk pat ndonjë bazë të fortë pse ka përmendur emrin Albin Eshrefit në reagimin e tij në Facebook. Ai me këtë rast i kërkoi edhe falje publike Eshrefit. Dëgjoj, unë prapë i kërkoj falje Albinit. Po pse i kërkon falje? Pse ke përdorur? I kërkoj falje, e kam përdorur emrin e tij sepse raportet shoqërore mes Albinit dhe Kenan Gashit janë raporte të ngushta shoqërore, domethënë, siç i kemi edhe ne. Unë raport me Kenanin kam një afërsi, domethënë, shoqërore me të. Kjo i vjen që Albini ka ditë më mirë me shkruar se Kenani apo në cilin aspekt? Nuk ka qenë qëllimi im kë. Qëllimi im ka qenë me dëgjoj, ai që jep kritika, domethënë duhet me pas një nivel të njohurive, domethënë edhe të shprehurit, po edhe të analizës saktë. Këto të dyja kanë munguar, domethënë edhe një analizë saktë e gjendjes politike në Ferizaj, po edhe mënyra të shprehurit të Kenanit, domethënë është në nivelet shumë ulët që domethënë unë tash e kam përdorur dobësinë e tij, domethënë në këtë drejtim për me tregu që edhe vlerësimi i tij politik nuk është korrekt. Por për Avonetin, mënyra reagimit nga Ulzim Aliu flet që ky subjekt politik ka probleme të brendshme dhe kësaj nuk po ushtron si duhet rolin e opozitës. Tash mos i paragojnë atëherë, po dëshihet që po vret që Avoneti është faktor që ndoshta ata po qisin publik shqetësimit e problemet e tyre. Madje Gashi tha se me reagimet të tilla, PDK-ja po bën presion tek shoqëria civile dhe po e shantazhon Avonetin për t'ia mbyllur gojën. Po ajo mësuar nëpërmjet shkrimeve të tilla, ndoshta nuk do t'i shkrip një gjë e tillë, sepse ne me të vërtetë jemi duke ballavaçuar me kërcënime, me shantazha, sepse natyrisht ekzistojnë nga tipat e tilla, nga njerëz të tillë, dhe kjo është një pengesë për ta mbyllur na gojën. Nëse Kenan Gashi gjithsesi Avoneti mendon që kjo është kërcënim, atëherë çfarë mendon ai kur kërkon prej nesh me thonë të vërtetën për kryetarin e komunës Muharrem Sfaqet dhe për pozitën. Detyra jonë është me thonë të vërtetën. Dhe e vërteta nëse është kërcënim, atëherë nuk e di çka. Ndryshe, në shkrimet e Avonetit është përmendur se PDK-ja si opozitë e heshtur, duke u nisur që nga punësimet partijake, politizimet në arsim e deri tek zgjedhjet e antarëve të bordeve të ndërmarrjeve publike, duke shpallur kështu PDK-n bashkëfajtore të qeverisjes Farqa.